Kreu i koalicionit Euro-Atlantik Lulzim Basha zhvilloi një takim në Peshkopi ku prezantoi kandidatët për deputet të këtij koalicioni. Në fjalën e tij gjatë këtij prezantimi ai tha se sot janë faktuar fjalët që kam thënë përpara 3 vitesh se pa aleatët strategjik SBA-BE dhe NATO nuk mund të bëjë asnjë hap të sigurt drejt së armës. Tani është faktuar Shqipëria, as shqiptarët, as kombi shqiptar nuk bëjnë dot një hap përpara të sigurt, pa qenë dhe pa patur në krah aleatët tanë strategjik, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimin Evropian dhe Britaninë e Madhe. Këto janë 3 të vërteta të thjeshta, po që çdo shqiptar sot e ka kuptuar se janë 100% e vërteta dhe asgjë më pak se e vërteta. Ai më tej risoli në vëmendje përpjekjet për të pamundësuar që koalicioni Euro-Atlantik të mos ishte alternativ në 11 maj dhe që shqiptarët të mbaheshin në rrethin e zgjedhjeve pas zgjidhje. Sipas tij, të pretendosh sot se zgjidhja është Edi Rama, është të jesh kundër familjes dhe Shqipërisë, ndërsa të votosh sot Partinë Demokratike për të nxjerrë Ilir Metën deputet, është u bësh padrejtësi demokratëve dhe opozitarëve. Në këto zgjedhje u bë gjithçka që koalicioni Euro-Atlantik mos ishte i pranishëm. U bë gjithçka. U përdorën dhe fishekët e fundit. Kudo, në veçanti këtu në Dibër, siç e dini fare mirë, për të pamundsuar një alternativ që nuk i mbante shqiptarët në çarkun o Rama o Berisha. Që në fakt janë zgjedhje pas zgjidhje. Se të pretendosh që zgjidhja janë edhe 4 vjet të Edi Ramës, do të thotë të jesh kundër fëmijëve tu, kundër familjes tënde, do të thotë të jesh kundër Dibrës, Matit, Bulqizës, do të thotë të jesh kundër Shqipërisë. Dhe të pretendosh që zgjidhja janë rangallat e korrupsionit dhe tranzicionit, të pretendosh se do votosh PD-n e të nxjerrësh Ilir Metën me shok, kandidat sot e nesër deputet, është minimumi një likësi e madhe ndaj demokratëve dhe ndaj opozitarëve. Kështu e donin pas zgjidhje. I donin pas zgjidhje zgjedhjet e 11 majit. Ne, ju, bët atë që askush nuk e mendon të mundur, bët mrekullin e parë, duke mundësuar që koalicioni Euro-Atlantik në gjithë Shqipërinë përfaqësohet jo thjesht me kandidat për deputet, por me kandidatët më të mirë për deputet në Dibër dhe në gjithë Shqipërinë. Në vijim e morën fjalën kandidatët për deputet të këtij koalicioni, të cilët bën prezantimin e tyre përpara pjesëmarrësve duke kërkuar që në zgjedhjet e 11 majit të votojnë për kandidatët e këtij koalicioni dhe vetë koalicionin Euro-Atlantik. Tani kemi ardhur në një moment tjetër që edhe ne sot nuk jemi në ditë më të mira për shkak të kësaj ndarje që kemi ne me Partinë Demokratike. Me Partinë Demokratike, cili sot ka vullën. Sigurisht që kjo nuk është komode për ne. As pak komode. Mbi Lulzim Bashën është hedhët shumë balt. Po shumë. Ajtë sa, dhe më thonë, këto pabesi që u bon 21-shin, vazhdu dhe mrapa, një përbaltje madhe, një katastrofë. A thu se ki njeri kishte histori nga e kaluara, që është djalë i ri, i shkolluar dhe perëndim, një kontribut jashtëzakonshëm, qoftë në Kosovë, qoftë Shqipëri, në gjitha dikastare ku ka qenë. Dhe më thonë një person brillant, por që politika e vjetër nuk e desh që të jetë drejtues i këtij shteti, i këtij vendi. Sepse ato jetojnë në ujërat e asaj kënete dhe vazhdojnë ta kenë atë luks. Tani kjo nuk është gjë e mirë për ne që jemi të ndarë kështu, por kjo nuk është vetëm për ne, për fajin tonë. Kjo është një faj për bashkët. Dhe faj mendoj nuk është i demokratëve, në bazë, faj është i leadershipit Partisë Demokratike, i zotit Sali Berisha. Dhe pa faj nuk nxjerr se s'du që ta mbroj, po nuk nxjerr dhe zoti Lulzim Basha. Mendoj se duhet të ishte gjetë një rrugë që ne mos presim marrë zgjedhjet, dhe që kemi fushat në parlament dhe pastaj bëjmë koalicion. Sepse kemi një histori shumë reale, është një film i njohur për ne, që 8 mandate ngelen në ajër Partisë Socialiste LSI-s, për fajnë asaj, kur vota kishte Lulzim Basha sa të dush në 2021.
Dhe ato 8 mandate, ne sot jemi në opozitë. Për teka banale, ne sot jemi në opozitë për shkak të LSI-s. Se këto partit tjera nuk i kemi llogari fare, se në vota morëm sa dush. Unë gjykoj, ne do të bëjmë punën tonë absolutisht, jemi këtu për të tregu vete se jemi dhe do të punojmë atë pjesë të demokratëve që mendojnë si ne, që punojnë si ne dhe duan ta shohin Shqipërinë po ashtu siç duam dhe ne. Një Shqipëri normale me një program shumë të mirë, brillant. Tani ne do të jemi pjesë e asaj shtresë të popullsisë e cila është e vojtur, e cila është e paragjikuar, e cila është e pamundur. Sepse padrejtësia është refreni, mendoj, i këtij realiteti shqiptar. Jemi përballë një padrejtësie shumë të madhe. Kudo që shkohet, hasës me padrejtësi. Nëse nuk ke një mik, nëse nuk ke para, nuk merr asnjë gjyq në gjykat. Nëse nuk ke një mik, nëse nuk ke para, nuk shëror spital, nuk vjen radha për të bërë brim. Nëse s'ke një mik dhe s'ke një shok dhe s'ke para, nuk merr shërbim në administratë. Këto janë gjërat vogla të përditshme, po që janë thelbësore për një shtet demokratik. Një shtet nuk mund të funksionon duke paragjikuar dhe duke injoruar edhe duke masakruar biznesin. Biznesi është shtylla kryesore e këtij vendi. Në demokraci, në kapitalizëm, nuk ka rrugë tjetër. Shteti është taksamles, shërbimi është biznesi dhe populli. Kështu që nda me gjëra, në atë moment kur kjo administratë paragjikon, lufton, masakron biznesin, nuk ka ngjitje, vetëm rënim. Edhe kjo ka ndodhur tek ne. Është boshatis fshati. Është boshatis dhe qyteti. Po të shofish natën, ke drita të fikë me gjithçka për orën 6, për domos sa herët. Kanë hikë dhe njerëzit. Pse ikin njerëzit? Vërtet ikin nga fukaralliku? Fukaralliku ka qenë gjithmonë. Po ja kanë dalë njerëzit. Njerëzit ikin sepse kanë humbur shpresën. Kanë humbur shpresën, kanë humbur besimin. Nuk ka rrugë tjetër. Edhe populli, siç e dini dhe ju vetë se në Dibran jemi të njëjtën gjuhë kemi. Thot në një vend ku hanë dhe stjapin, dhe aty ku flet dhe nuk dëgjon njeri, nga e vend largohu. Këtë ka bërë populli. Thjesht e mendon, nuk ka kohë ta mendon për shumë. Ne këtë radhë thash jemi kështu si që jemi dhe unë dëshiroja të bashkim, sepse Lulzim Basha i takon që të jetë lider i kësaj opozite, i takon të jetë kryeministri i këtij vendi, se i ka dhënë provat. I ka dhënë provat, thash, nuk duhet përsëris ato që thash, pa ati u ka qenë ka shkëlqy. Dhe jam i bindur se vullneti i zotit Lulzim Basha është për bashkimin e opozitës. Janë tjera gjëra që ndalojnë dhe unë nuk e di t'i them me përgjithësi. Por do desha kjo ditë e Bajramit të shërbej si një bashkim i madh i opozitës, të krijohet një frym e jashtëzakonshme që ne ta përmbysim këtë regjim se ndryshe nuk përmbyset. Ne kemi shpresën ke Spaku dhe ke Amerika. Nuk kemi rrugë tjetër. Nuk ka shërbim tjetër që Edi Rama nuk e ka korruptu, nuk e ka kap. Gjithçka i ka kap. E vetëm rrugë e shpëtimit është bashkimi. Unë do desha dhe kam besim ke kryetari im, shumë besim që negociatat duhet të vazhdojnë sa jemi në kohë për ta bërë mundur bashkimin e Partisë Demokratike. Lideri është i ri dhe meriton dhe i pastër, siç tha dhe kryetari për ne, themi edhe ne për kryetarin. Është djalë i pastër, djalë i rregullt, sepse edhe ajo balt e sponsorizuar nga Edi Rama me Gonigal, që janë hedhë miliona, se nuk është shaka. Janë hedhë miliona euro dollar për të përbalt kryetarin e opozitës sot i Lulzim Basha. Dhe ajo u vërtetu sot po merr dënimin në Amerikë me Gonigal. Dhe dosja është e lexueshme nga të gjithë. Dhe u pa shumë mirë se kush është Lulzim Basha, kush është Edi Rama dhe kush janë ato që falangat atij që sponsorizuan gjithat përbaltjet të mëdha dhe goditjet e opozitës. Unë e dëshiroj thash edhe një herë bashkimin. Kam besim ke lideri që do të jetë udhëheci i këtij bashkimi dhe të jetë kryeministri i këtij vendi se s'ban. Shqipëria duhet të kthehet në normalitet. Faleminderit shumë. Ju përshëndes.